Ambasadori i prezencës së OSBE-s në Shqipëri, Mikel Taran, ka vlerësuar hapat e ndërmarra nga Policia e Shtetit për rritjen e sigurisë së gazetarëve, duke cilësuar krijimin e një pike kontakti të posaçëm si një zhvillim pozitiv për mbrojtjen e profesionistëve të medias në vend. Në deklaratën e tij, Taran theksoi se ngritja e kësaj strukture së bashku me ndryshimet ligjore të ndërmarra përfaqësoi një hap të rëndësishëm drejt forcimit të mekanizmave mbrojtës për gazetarët dhe trajtimin më efektiv të rasteve që lidhen me cënimin e sigurisë së tyre. Drejtoria e përgjithshme e Policisë së Shtetit ka krijuar një pikë kontakti për sigurinë e gazetarëve, e cila së bashku me disa ndryshime ligjore përfaqësoi një hap të rëndësishëm drejt forcimit të mbrojtjes së profesionistëve të medias. Drejtoria e përgjithshme e Policisë së Shtetit ka krijuar një pikë kontakti për sigurinë e gazetarëve, e cila së bashku me disa ndryshime ligjore përfaqësoi një hap të rëndësishëm drejt forcimit të mbrojtjes së profesionistëve të medias. Do të nxjisë avijimin e vëmendjes së afërt së bashku me autoritetet përkatëse për të garantuar ndjekje të shpejtë dhe efektive të gjitha rasteve që prekin gazetarët. Megjithatë, Mikel Taran nënvizoi se liria e medias në Shqipëri vijon të përballet me sfida të shumta. Ai përmendi problematikat kryesore, sigurinë e gazetarëve, presionet ekonomike ndaj mediave të pavarura, si dhe fushata e intimidimit dhe denigrimit në internet. Sfida ndaj lirisë së medias në Shqipëri mbetet dhe kërkon vëmendje të vazhdueshme. Këto përfshin shqetësimet që lidhen me sigurinë e gazetarëve, presionet ekonomike që ndikojnë në qëndrueshmërinë e mediave, si dhe intimidimin dhe fushatat denigruese në internet. Nevojitet gjithashtu përpjekje të mëtejshme për të forcuar transparencën, pavarësinë editoriale dhe zbatim të qëndrueshëm të mbrojtjeve ligjore, duke mbështetur njëkohësisht kushtet që u mundsojnë gazetarëve të respektojnë standardet më të larta profesionale, etike dhe të raportimit të pandshëm. Angazhimi konstruktiv i vazhdueshëm i të gjitha aktorëve do të jetë thelbësore për adresimin e këtyre çështjeve në përputhje me angazhimet demokratike të Shqipërisë dhe standardet ndërkombëtare. Në përfundim, ambasadori garantoi se prezenca e OSBE-s në Shqipëri do të vazhdojë të mbështesë përpjekjet për ndërtimin e mjedisi më të fortë, më të sigurt dhe më të pavarur në vend.